Nga kush? Nga... Them që është bëj një gabim mjaft i madh, që shoqata është bashku me partinë, për Xheshën Çami, PD-u, dhe Shpëtimi Drizë ka si monopol. Shoqatën. Edhe parti s'ka, që t'jemi të saktë. Mund t'ja shpjegoj. Po, kemi gjithkohon dispozicion për ta kuptuar dhe njerëzit. Atëherë, shoqata Partidit Demokratik është krijuar që në vitin 1991 nga intelektual Çam. Shqiptar Çamëris. Dhe ka pas një vazhdimsi shumë të shkëlqyer. Me ato kushtet vështira që kanë qenë. Dhe po hym konkretisht që ku erdhi Shpëtimi Drizi te forca jonë politike, po nuk do flas për partinë sot, do flas vetëm për shoqatën. Po. Moj dhe shoqatën në krah. Dhe që ku e mori ky, e për kemi edhe 12 vjetë, ne nuk bëjmë asnjë lloj zgjedhje. Të gjithë kryetarët e degëve zgjidhen sipas dëshirës Shpëtimit. Ti je kryetari i degës Tiranës. Unë tash këtu në telefon, duke prit, nxoha që në vitin 2019, me datë me gjitha, këto që janë të komanduar, thonë që do bëjmë zgjedhjet për Tiranën. Të Hotel Tirana me orë, me datë, me gjitha. A bëjnë zgjedhjet? Prit, kalon një javë, vetë një kandidatur tjetër, se ishte një kandidatur nga ato që ka vu Shpëtimi, të komanduar, dhe një nga aktivistët shqiptar Çamëris, djalë të ri. Sa para të kandidaturën, anullohen zgjedhjet, pa arsye teknike, do t'i shtym. Mi fe ka 10 vjet, edhe ajo deklarata thot me 25 dhjetor. Unë bëj pyetje. Ma the tash i lexojmë duke, da? Po, është në faqen zyrtare të shoqatës. Po, është saktë. 25 dhjetor do bëhen në zgjedhjet, do bëhen këto, do bëhen ato të gjitha. Të gjithë janë pralla, Dhe me këto pralla... 20 dhjetor 2025. Po, sot jemi neve, korrik... Tani thot është më 2 korrik. Po, ta shpjegoj. Unë jam që në krijimin e shoqatës. Jam antar i kryesisë shoqatës, jam antar i këshillit kombëtar shoqatës. Dhe nuk jam bërë asnjë lloj zgjedhje që e zëm që ta i më dini hiqet nga kryesia e shoqatës, ose hiqet asnjë. Me fjalë pas zgjedhje pa gjë. Tash kush është shoqata patriotike Çamëria? Është e para shoqatë që krijohet në Shqipëri. Në pluralizëm. Dhe është e para shoqatë që në çdo degë, në çdo qytet, Tiranë, Durrës, Kavaj, kudo, ka degët e veta, me strukturat, me kryetar, me sekretar, me kryesi, me këshill, me gjitha, dhe çdo muaj bëshin nga një takim për problemet e popullsisë shqiptare Çame. Me zyra, Blushje, kudo me zyra, aq e kompletuar ka qenë shoqata. E mori Shpëtimi Drizi në krah, sot nuk ka asnjë zyrë masive, s'ka as partia zyrë, por nuk më merr partinë.